Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Po parashtru pare një pyetje, hukmi si jepet atina se vdes pa namaz është fjala. Pa namaz xhenet s'ka, to na ta kuptojmë. Shpëtimtar është vetëm ai se fal namaz, e jo ai se nuk fal namaz. Kështu që ai se nuk është penduar hala, e ka mundësinë që do të pendohet, të kthehet Zotit Azza wa Jall. Kështu që të shkojmë tek Allahu me plot gjepat, shpërblime. Shkojmë me namazin, shkojmë me agjerimin, plot sadaka, edhe plot fjalë të mira, edhe që t'i shkojnë Kur'anit dhe Sunetit ndrejt. Kjo dhe t'jetë, apo ai dhe t'jetë shpëtimtar, inshallah ta'ala, nëse don Allahu Azza wa Jall. Namazi është qilësi për xhenet. Këto mos e harroni. Unë me këto do t'ju përshëndesi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ju rujt kudo që t'jeni.